Bëlliu, në fakt unë dua të pyes se për sa i përket të dhunës, se kemi parë pamje të cilet janë transmetuar nëpër media që efektiv policie në momentin që lëshojnë gazin lotësiell, sa plumba gome, janë dëmtuar shumë protestues të opozitës, një protestuesi me urdhër është goditur me gazin lotësiellës në kokë. Po, është në spital, shkova pasha dhe vetë, në spital gjendja e tij ishte e rëndë. Wilsoni aktualisht është në dhoma të paraburgimit, ndërkohë që ai duhet ishte në spital, ne kemi parë që të burgosurit e këtyre, këta i majnë me muaj të tërë në spital kot pa bërë asgjë, thjesht për kushtet, dhe Wilsoni duhet ishte në spital, nuk duhet ishte në dhoma të paraburgimit, por ajo ishte me dashje, nuk ka diskutim, dhuna është me dashje, por kjo nuk na surprizon. Unë do habitesh apo mos kishte dhunë. Ka janë kjo partije. Jo përveç dhunës, por gjithashtu edhe mënyra shoqërimit me dhunë. Kujtojmë Kelmen Balilin në atë kohë më erdhi në mendje në këto momente që u mor me skord, shkuan morën pranë shtëpisë. Dhe përcollën si zotëri, ndërsa protestuesit opozitës i marrin në forcë të rreqin zvarri, dhunojnë dhe i çojnë në dhomat e paraburgimit të plagosur. Sepse Balili përfaqëson krimin, kurse protestuesit janë armiqtë të krimit. Kjo është partia e krimit, prandaj po them, mos u habisni pse do habiteni ju që pas ka dhunë. Çfarë bie ka këtu? Këta janë kjo parti janë. Ky regjim ne prandaj duam t'i largojmë këtë. Këta janë kriminal, këta kanë urdhër për të bërë dhunë. Këta kanë urdhër për të goditur protestuesit. Shiko çfarë bën herë në fundit, ta inskenuan një skem të turshme kriminale, mafioze, të tmerrshme ndaj dy të miturve, 14 dhe 15 vjeç, i kanë dërguar dikë atje i cili i thoshte fustini këto kapsollat në çantë, nëse ju pyesin, i thoni, nëse ju ka policia, i thoni që na kanë dhënë para. Dhe vetëm 30 sekonda pasi mbaron ky diskutim, policia vjen dhe i kap të dy protestuesit me pyetjen direkte kush u ka dhënë kapsollat. Pra një skem për t'i marrë dhe i mbajnë sot në shkeljet ligjit dy të mitur në paraburgim. Në fakt janë 3 mitur. 2 fëmijë nga 15 vjeç dhe një djalë 14 vjeç. Pra dhe një fëmijë tjetër 14 vjeç. Pra janë 3 fëmijë sot në paraburgim, thjesht dhe vetëm për skemat kriminale të Partisë Socialiste. Prandaj mendoj që duhet jemi të qartë, këta do të bëjnë gjithçka, do të vazhdojnë të dhunojnë qytetar, do vazhdojnë të sulmojnë qytetar, do vazhdojnë të shkatrojnë Shqipërinë, do vazhdojnë të bashkëpunojnë me kriminal, janë gati për të bërë gjithçka, janë gati për të vrarë, se është parti që ka lindur për të vrarë dhe kanë vrarë në historikun e tyre. Është një parti e cila nuk njeh asnjë limit për interes të pushtetit dhe të paras vetë, ajsa edhe sot po bën kurban Shqipërinë dhe integrimin e Shqipërisë për të mbrojtur kokën e Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut, ajsa sot nëse deri para një muaj apo 3 javësh Mero Baze nxirrte në median e tij sulme drejt presidentit Trump nga ish kundërshtar të presidentit Trump, sot del Baton Haxhiu, i cili na tregon se Gjermania është shumë e korruptuar, ndërkohë që Edi Rama dhe Belinda Balluku janë qelibar dhe janë të pastra dhe nuk mund të japi mend Gjermania shokut Edvin dhe shoqes Balluku. Pra këta janë gati të bëjnë gjithçka dhe tonë gjithçka, sepse kjo është shpirti i tyre, është thjesht një shpirt i ligjësisë, janë përfaqësi e ligjësisë, janë përfaqësi e krimit, ndaj dhe nuk mund të jenë problemi një partie, është problem kombëtar. Janë armiq të kombit, janë armiq Shqipërisë dhe nëse duam që të rikthejmë normalitetin, demokracinë, zhvillimin ekonomik për qytetarët dhe të ketë ligj dhe shtet, ka vetëm një formë, dhe ajo është largimi i këtij pushteti me krye Edi Ramën. Largimi i pushtetit me krye Edi Ramën patjetër, zoti Balliu, por edhe në skema që ka përdorur policia, ka patur civil të cilët janë infiltruar brenda protestës së opozitës, kanë mund të themi kanë ngacmuar protestuesit, kanë tentuar që nëpërmjet skemave të ndryshme, siç ndodhi rasti i të miturve që u dhanë edhe kapsolla dhe u thanë kemi marr para. Unë i bëj thirrje qytetarëve që nëse identifikoni këta hidheni kosh plerave. Çdo provokator dhe çdo ngacmues, çdo dhunues i qytetarëve në mënyra të padrejta dhe të shëmtuara, të gjithë këta provokatorë që vinë në shërbim të krimit organizuar atje, që janë të Ergysa Gasit, kapeni dhe hidheni kosh plerave.